Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 15 mars të 2025. Duket se është një ditë paksa e vështirë në lidhje me komunikimin, në lidhje me ndryshimet që kanë të bëjnë, sepse kemi të bëjmë me Mërkurin në retrograd, u kthehet sot dhe do të zgjasë deri më datën 7 prill të 2025. Kjo krijon në fakt jo diçka të madhe, por disa vonesa, disa vështirësi komunikimi, udhëtime, keq kuptime, por mirë është që të jeni pak të vëmendshëm. Apo të ndryshoni diçka, nëse nuk keni probleme me të shkuarën, është mirë që të shikoni çfarë do të bëni, sepse mund të ndryshoni mendim. Prandaj do të keni kujdes në këtë ditë. Pra që nëse keni bisedime, por nuk mbarojnë aty, të jeni të sigurt që vazhdimësia do jetë më e mbarë. Megjithatë, duket se pikërisht kjo ditë ku Mërkuri shkon në retrograd tek Peshqit me datën 30 deri në 30, pastaj kthehet përsëri dhe deri me datën 13 janë shenjat impulsive që ndikojnë shumë, përkatësisht dashi, gaforia, peshorja, britsjapi, lidhje të parë, ndërsa nga data 30 i treti deri më datën 7 ka shenjat e ndryshueshme që kanë ndikime, kanë binjakët, virgjëresha, shqiptari dhe peshqit të dhjetëçit të tretë. Pra, në përgjithësi po të shikoni, ka ndikime dhe vendime që mund të merren, por jo të nxituara, sepse duke pasur parasysh mënyrën se si vijnë gjërat ose koha kur ndodhin fenomenet, është mirë që të shikojmë se çfarë do të bëjmë.